Jemi sërish bashkë tani miq me të ftuarit e parë për ditën e sotme. Kam shumë kënaqësinë sot të kem disa student. Ka kohë që s'kam bërë realisht intervistë me student, andaj edhe është kështu një ditë e veçantë, edhe pse nisi rëmujshëm për mua sot të paktën. Kështu që po prezantoj menjëherë ata që kam në studio, do të flasin sot për një hakaton i cili ka ndodhur së fundmi, e thashë edhe në fillim të emisionit, në Universitetin e Evropës Juglindore. Kam shumë kënaqësi të kem afër meje Lavdrim Mustafin dhe Alban Zulfia. Mirë se erdhët. Keni problem të flisni ju të IT-s, se zakonisht jeni që e bëni punën në kompjuter, e keni këtë punën e mendjes më tepër, edhe më thonë mua zakonisht studentët e IT-s mos na pyet gjë. Po, zakonisht ekziston ky stereotip, është e vërtet. Megjithatë unë besoj që nuk e kam këtë problem se kam eksperiencë me kësi gjëra. Me të folura. Po. Unë më shumë e kam problem për shkak se është hera e parë për mua në televizion, ama hera e parë determinon, pastaj do shkoni ndonjëherë tjetër në emision ose jo. Kështu që uroj të kalojmë mirë gjatë ditës së sotme. Më tregoni pak për gjithë ata që po na ndjekin, edhe ndoshta nuk e kanë dëgjuar termin hakaton. Mund ta përshkruani pak çfarë është një hakaton? Hakaton thjesht ka lind prej fjalës shembull maraton, hackathon, edhe zakonisht është një term që ndoshta shumë edhe studentët tonë të IT-s është diçka shumë e madhe, sepse përdoret ajo fjala hack, e cila zakonisht ka atë kuptimin që të bësh dëm. Po, ashtu. Mirë po, nuk është asgjë tjetër për vetëm se një sfidë, 48 orësh apo 72 orësh, mbaret prej formatit cilin e mban organizata që organizon apo universiteti. Edhe brenda asaj kohe, gjithë pjesëmarrësit do të mundohen të ndërtojnë diçka inovative, diçka të re në lidhje me teknologjinë, që zgjidhin një problem në përgjithësi në në jetën e përditshme. Okej, ky hakaton organizuar nga studentët kësaj radhe ose ishte ndonjë iniciativë e dikujt tjetër? Ishte organizata në Katrori. Është një organizatë e formuar nga disa programera të cilët dëshirojnë të ndihmojnë komunitetin. Këtu në Maqedoni? Po. Dhe këtu në Shkup, bile duket, po, edhe së bashku me Universitetin e Evropës Juglindore në kampusin e Shkupit, së bashku me Parlamentin Studentor, i cili kanë një falënderim të veçantë, sidomos Drian Rashidi, Bleron Azemi dhe gjithë pjesa tjetër e kryesisë ishin të jashtëzakonshëm. Ti njohtash ata të rinj se ndrohen këta të parlamentit shpesh. Po, mirë po, kjo radhë e kryesisë është shumë e mrekullueshme. Okej, mua më bëj qefin, qoftë thua ti kështu po e marr për mirë qenë. Po, ashtu është. Okej. Sa ka qenë hakathoni juaj, sa ka zgjatur? 48 orë, ka filluar të premten, ora 6 mbasdite, edhe ka përfunduar dielën, ora 6 mbasdite. Keni fjet, Alban? 4 orë. 4 orë. Ditën e parë kemi shkuar në shtëpi, për shkak se veç bënëm idenë e projektit edhe u kthim në shtëpi. A ditën e dytë kemi qëndruar deri në 4 mëngjes, edhe kemi bërë gjumë një 3-4 orë edhe u zgjumë për me. Ma merr mendja, si shkon procesi i zgjedhjes ekipimit të studentëve? Ju aplikuat vetë? Ose u mblodhët vetë si student, si ishte kjo procesi i zgjedhjes? Edhe pjesëmarrjes në fakt. Një me, falë. Po, fillim, normal, e kemi formularin cilën bëhet aplikimi, edhe pastaj normal mund ta vendosësh grupin vetë. Ne jemi 4 shokë që njemi prej vetë fakultetit, edhe studimeve, edhe vendosëm të bëhemi grup edhe të vazhdojmë, po kishte persona cilët nuk ishin grup, edhe aplikuan vetë, por... Pastaj i grupon organizatori me shumë gjas. Okej. Tema ishte për, do me thënë, zgjidhje teknologjike, edhe temat i zgjedh organizatori ose i zgjedhët ju? Jo. Temat i kemi zgjedhë ne, ideja i kena dhënë ditën e parë, edhe secili ka pas ide ndryshme, asnjëri s'ka qenë me ide ngjashme. Okej. Cilat ishin idetë në përgjithësi, jo vetëm tuaja, ti dini edhe të tjerëve? Po, kishe disa, edhe ishte një fenomen interesant sepse gjithë ato idejat cilat u dhanë, zakonisht tentonin të zgjidhin një problem që vetë pjesëmarrët e grupit e kishin. Shembull, ne tash si viti 3 që jemi në shkenca kompjuterike, qëllimi jonë është të punësohemi apo të gjejmë internship për praktik apo kësi gjëra. Edhe shumica për neve kanë probleme me intervista. Prandaj ishte ai projekti jonë cilin e zhvilluam. Që thashun në fillim, a? Po. Kjo e folura. Po, ndërsa për sa i përket projekteve tjera kishte zakonisht që i ndihmonin studentat, si në studime, shembull për mbledhja e mësimeve, për studim të lehtë, kishmi edhe disa studenta internacional nga Pakistani, cilët shembull ato e kanë problem për gjetur dhe i kanë
për ta pas në apartment, në dhomë, shok dhome. Dhe projekti i tyre ishte një aplikacion i cili të gjen një person, si pun Tinderi, gjen një person i cili ka interesat e ngjashme me ty për ta pasur shok dhome, për të pasur një kohë më të mirë ashtu. Domethënë inovacioni lind nga nevoja në fund të ditës. Okej, më trego pak Alban për projektin tuaj, idenë tuaj. Çfarë ishte konkretisht edhe si rat dakord njëri me tjetrin? Kishte ide tjera përveç kësaj të intervistës? Po, ka pas shumë ideja. Me tregu drejt, ideja u bo 10 gjysore, muj me thonë, gjysore para se me fillu programi. Kemi pas ideja shumë ndryshme, po një prej ideve që na pëlqej ma shumë ke kjo, AI interviewer me chatbot. Realizimi e menum u ka realizimi shumë mirë ka dalë. Ekstrem është fully funksional, edhe shpresoj që kena me punu edhe në tarmë ma shumë, se ka edhe shumë sejnë tjera që mujtë mu me shtu. Inteligenca artificiale. Jeni mësuar të përdorni për mirë, edhe ishte një ide fillestare, ose ishte një diçka që erdhi pastaj pas idesë në intervistës? Ose kjo ishte ideja për në fillim? Përse e përket projektit tonë? Po. Jo, idejat fillestare ishte njëherë një program që ndihmon në komentimin e kodit, që gjithashtu është një problem kur më shumë se një apo dy programera punojnë njëri me tjetrin. Pastaj ishte edhe një ide tjetër e cilat ndihmon me përmbledhjen e gjitha materialeve mësimore për t'i pas ma lehtë me definicione më të shkurtuara ose kështu. Mirë po kjo AI interviewer ishte ideja e fundit, e cila u zgjodh diku 10-15 minuta para se me fillu programi, edhe na pëlqej shumë për shkak se nuk e kishim pa diku një program të tillë. Kishte diçka të ngjashme, po idenë që e kishim na nuk ishte ashtu e ekzekutume, një që mendonim ne. Okej, çfarë bën kjo gjëja që e keni bërë ju? Po, do me thonë, është kombinimi disa teknologjive. Okej. Çfarë bën? Shembull, nëse ti vendos me apliku për një pozitë pune, e gjen së pari postin e punës, job post, job description për shkrimin, e bën copy gjithë, edhe e bën paste, e vendos gjitha tekst në programin tonë. Pastaj e vendos vështirësinë e intervistës. Momentin që e vendos ata dhe fillon intervistën, një zë bashkë me inteligencë artificiale fillon edhe ta pyet pyetjen e parë. Pasi të pyetet pyetja e parë, hapet mikrofoni për ty, ti e jep përgjigjen, ajo përgjigje analizohet edhe pyetja e dytë bëhet mbas të përgjigjes së parë. Po. Interesant. Më pëlqen kjo që e keni bërë. Mendoni që është e praktikueshme në Maqedoni? Shumica e vendeve të punës Maqedonisë kanë job description, për shembull. Po, ne mendonim më shumë për një treg më të global. Po, internacional, pse për momentin programi funksionon në gjuhë angleze, funksionon edhe në gjuhë tjera, mirë po zëri që i lexon ato pyetjet nuk është në gjuhë tjera përveç në gjuhë angleze. Është diçka që mund ta zhvillojmë akoma, por atë tregun të cilën ne kishim synim ishte më i gjerë se sa vetëm. Edhe merr kohë pastaj ajo zhvillimi i idesë. Idenë e keni perfekte, geniale, sepse të rinjt sot kanë shumë problem në këtë drejtim. Besoj edhe ju vetme që po kaloni në për këto faza, ma merr mendja se sa e vështirë mund të jetë procesi i intervistës. E keni vënë në praktik me ndonjë student? Alban? Po, e kemi vënë në praktik edhe me studenta, edhe me juri, edhe kemi pas mentora gjatë punimit projekti, kemi pas mentora që kanë ardhur çdo, mund të themi çdo 2 orë, kanë ardhur, kanë këshirë nëse kemi ndonjë gabim, e kanë përmisu, na kanë treguar se çfarë mund me përmisu më shumë, po më edhe në njëjtën kohë kanë testuar edhe projektin. Ju ka pëlqyer edhe mentorave tjerë shumë mirë. Tana e kemi provu edhe të shtëpia me ndonjë familjar ose po në shok tjetër. Nuk ka lidhje profesioni, ha? Jo, funksionon me çfarë lloj profesioni, vetëm nëse jep mjaftueshëm informat tek job posti apo job description. Okej. Mendoni ta vazhdoni? Ta zhvilloni si ide më tutje? Po, edhe kjo është plani për ne. Ta zhvillojmë si një startup, si një kompani ndoshta. Jemi duke punu shumë afër me organizatën e Nkatërorit për ta zhvilluar këtë ide dhe i falenderoj shumë ato që na kanë dhënë këtë mundësi.
edhe do e shohim çdo kemi në talën për kësaj. Po, keni në Maqedoni edhe fondin për inovacion, ndoshta konsiderojeni si opsion? Po. Se në fund të ditës para ju duhen për këtë gjë. Kështu që, mirë. Unë ju falenderoj të dyve, sepse do të kemi dy shokët tuaj pas pak në studio. Do të kemi vetëm një shkëputje shumë të shkurtër për t'i pasur më pas dy pjesëtarë të tjerë të ekipit, për të marrë edhe anën tjetër të medaljes, anën tjetër të përgjigjeve, ndoshta më mirë thënë. Na ndiqni, qëndroni me ne. Jemi rikthyer sërish për të vazhduar bisedën dhe për të folur për hakatonin i cili është mbajtur në Universitetin e Evropës Juglindore. I ndrova të ftuarit me që kishim një ekip prej 4 personash të cilët kanë qenë fitues të këtij hakatoni dhe kam shumë kënaqësi tani të kem pjesën tjetër të ekipit të cilët në fakt janë Gent Limani dhe Betim Idrizi. Mirë se erdhët. Edhe për ju hera parë në televizion. Po, e pat, ata e kishin më të vështirë se ju, e pat si funksionon. Të lumtur me çmimin? Po, padyshim. E prisnit? Paka shumë po. Paka shumë po. Po ide tjera si ju duken? Ide tjera janë ide shumë të mira, ka pas konkurrent fort, se cili ka pasën ekipën e vetë, që kanë bashkëpunu shumë mirë, por juria në ka zgjedhur neve, që besoj jemi shumë falemnderues, se cili ka qenë unik në mënyrën e vetë. Okej. Ka pasur vajza në këta hakatonin tuaj? Po? Po? U desh një minutë, po në juri ka pas vajza? Jo, nuk ka pas. Sfidë në vete, vajzat në STEM. Më tregoni pak, i mbani mend pak ide tjera u përmendën nga dy kolegët tuaj. Ishte ajo me roommates? Ideve ka qenë për kodin, komentimi i kodit. Dhe në fund ka treguar se si funksionon ai kod dhe çka mundet të rregullohen, bashkëpunimin mes pjesëve tjera të kodit. Ajo ju ndihmon juve si profesionist, besoj. Po, ka shumë ndihmim për shkak se në market ka për shembull në për kompani tjera ka pjesë kodit që nuk i ka komentuar ndonjë programer, edhe nëpërmjet programit tonë ke mundë për shembull me komentuar pjesë kodit. E qartë. Betim? Ka qenë edhe një ide tjetër të ky hakathoni, ku çdo pagesë që ke bën me fakturën, ke mujt me skenu. Edhe në fund çdo muaj ose ç'më thonën, ti ka paraqitën se ku ke shpenzuar më shumë, në fund që me pasën që me thonë ma let me financime me këtë sende tjera. Budgeting ndryshe quhet. Po. Unë si person që kam studiar ekonomia, t'ju tregoj që mirë shumë e nevojshme për ta ditur se ku i kemi në fund të ditës harxhimet. Sa ekipe kanë qenë gjithsej? Kanë qenë 18 ekipe. 18? 59 studenta gjithsej. Mirë, nuk e prisja kaq shumë. Thash 4, 5, do me thëmë prej 18 vetë fitoni. Ka pas më tepër aplikant, më duket afro 150 veta, po për shkak të limitimit të universitetit s'ka pas shumë vend. Kanë edhe sponsorë gjithë ato, kanë sjellë që me mbetën vetëm 59 kandidatë. Pjesëmarrës. Pjesëmarrësit kanë qenë vetëm të universitetit tuaj ose kanë qenë edhe prej jashtë? Ka pasur prej jashtë, sepse kanë edhe kolegët e mi më herë, ka pasur edhe prej Pakistani, ka pasur nga Kosova pe Prishtinë, ka pasur edhe Turqisë. Po, ka pasur edhe nxënës shkollave të mesme, që ti kanë marrë edhe vendin e dytë. Apo? Po, që mbajme. Cila ishte ideja, ose se dini kam pasur si ideja për syze me argumentet reality, ku nëpërmjet kamerës syzet të shfaqen në fytyrë për shembull, edhe mund t'i provoje. Okej. Edhe kjo që ka për mu. Do me thënë, idetë shumë praktike, mirë për mua, këto janë shumë të nëse teknologjia në përgjithësi për mua është shumë e pakapshme, se nuk e kuptoj thelbin, pastaj për ta kuptuar se si funksionon, po të ndalemi pak më tepër te ideja juaj. Nga gjithë kjo që thatë, të gjitha ishin inovative, megjithatë ideja juaj nga të gjitha fitoi. Çfarë mendoni që e bëri më të veçantë? Për idenë tonë, besoj që shkaku se ka qenë më e mirë është se kemi ndëgju këshilla prej mentorëve, personat të cilët janë market për më shumë se edhe 15 vite, na kanë dhënë ideja më të reja, më inovative, çka të shtojmë, çka të heqim prej programit tonë, edhe besoj që shkaku se edhe vetë kanë cekur që ju keni qenë ata të cilët i keni ndëgju këshillat e tona më tepër edhe keni merituar. Okej, kush ishin mentorët Betim? Kanë qenë E kam fjalën ishin profesor, çka ishin mentorët tuaj? Po, ka pasur edhe profesor, më duket ka pasur profesor të finkit,
Kanë qenë edhe mentora të organizatës në 4 orit, po programera kanë qenë. Do me thonë gjithë me eksperiencë, po. Po. Okej, cili ka qenë procesi i zhvillimit të idejës? Nga ku nisët, cilat ishin ndoshta disa prej problematikave kryesore brenda përpunimit të krejt idejës tuaj? Ideja që cekën edhe kolekti mi ma herët, ka ardhur, me thonë, afro 30 minuta për para, edhe qëllimi ka qenë që të bëhet automatizimi i punëve që ti kina bon jetën e përditshme. Kemi pasë në market ka konkurent tonë, po nuk i kanë opcionet që i kemi nesi, për shembull në mjetë të komunikimit me zë dhe marrjes së pyetjeve që tjetë sa më reale, sa më të vërejt emocionet në përmjet zërit. Prej këtu ka fillu ideja, pastaj ka pasur ndoshta edhe pak sfida, për shembull lidhjes së programit, komunikimi mes inteligjencës artificiale me serverin edhe userin që ka punu aty. Po ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. E qartë. Çfarë keni mësuar? Cili është betim mësimi që ke marrë nga kjo eksperiencë përvojë? Mësimi kryesor mos më dorëzo hiç, se ka pasur shumë momente me ekipin ku kemi thënë zbohet ky projekt, hajde ta ndrojmë. Amo kur shifshme edhe ekipet tjera, thëshme tashme i natë kena me bo. Patjetër ta bëjmë se s'ka. Okej, ju keni bë pak hile atyre të jurisë? Ua keni marrë pak zemrën kështu si prej anash ose jo? Jo. Okej, si ishte ndjenja në fund të ditës të dish që ke punuar mbi diçka dhe shpërblehesh për atë gjë, e merr vendin e parë? Ndjesi shumë e mirë, për mendimin tem, shkaki se kena pa që mundi jonë është vlerësu. E kam pa dikush tjetër dhe e kam pa se e kena dhonën maksimumin tonë, ku kemi qëndru edhe natën, kemi qëndru me ndoshta 3-4 orë në dite me gjumë, kam punuar vetëm vetë për kolekti mi. Një ndjesi që nuk harrohet, edhe besoj që kena me vazhdu akoma dhe ndoshta edhe në hakathone tjera që kanë më zhvilluar në Maqedoni edhe jashtë shtetit. Kishte në një shpërblim në fund, në kuptimin që fituesi merrte diçka, ose ishte thjesht çmimi? Po ka pasën. Vendi i parë për shembull ka pasën si vouchera për 6.000 euro kurse prej Roy Academy, kemi pasur një branding kit prej Dynamo Biz, dhe si vendi i parë më duket kena fituar edhe 3 muaj prej Innovation Center Inoxit për më shfrytzu zyrat atje. Nice. Inoxi ka në qendër zyrat, kështu që ja vlen. Për ta zhvilluar idenë tonë. Për ta zhvilluar idenë tuaj, kështu që ja vlen absolutisht. Thej që do të merrni pjesë në hakatone tjera. Sa mendoni që të rinjt janë të interesuar për aktivitetet të këtilla? Se unë për vete kam vështirësi ti tërheq në kuptimin që ti bëj të jenë të interesuar për diçka. Po varet prej vendit, prej shpërblimeve gjitha, se për shembull nëse një hakathon ka shpërblimet më dhaja, për shembull 5.000, 10.000, 100.000 prize pool, atëherë do të rreqë dhe mendje më të forta, të cilët vërtet mendojnë se kanë me bo projektet më dhaja që kanë me pas ndikim shoqërinë tonë. Po, si u prit betim nga të tjerët fitoria juaj në këtë hakaton, studentët, profesorët tuaj, se besoj që gjithë janë ndje krenar në fund të ditës. Po, shumë mirë. Në përgjithësi krejt mirë, edhe paka shumë kur ja u tregojshme edhe idejat e tjerëve, thëshim, për në me pas në meritu ju. Po, e keni praktiku me studentët tjerë, me kolegët tuaj? Po, me kolegët, me familjarët, me mentorat. Cilat janë komentet më të shpeshta që i dëgjoni? Na e kemi programin vetëm anglisht, edhe gjithë komentet e para kanë qenë bënën edhe shqip. Bëjeni edhe shqip. Për që tjetë ma e mirë edhe ma efikas për këto, për në vendin tonë. Po mirë se, anglishtën e din shumica e njerëzve sot. Fundja edhe intervistat janë shumica në gjuhën angleze, ose, po, e qartë. Po, besoj që është hapi radhës ndryshimi ose përshtatja e gjuhëve. Çfarë më tutje? Besoj që kena me vazhdu me rritën programin tonë, me pruan edhe opcione ma treja, sidomos me këshirë modelit për gjuhën shqipe, ndoshta për gjuhët e tjera, kena me mundësu me futin e rezumeve, me bohën programin sa ma të mirë për në bas të userëve. Tjetër besoj që kena me vazhdu edhe si grup me para për me këshirë edhe hakathone tjera që të egzistojnë për momente. E qartë. Unë ju falenderoj shumë të katërtve edhe juve që jeni prapa kamerave që keni ardhur sot me mëngjes. Ju uroj shumë suksese, është vërtet një ide shumë e mirë edhe pse jo të
të na bëni krenar edhe në gara ndërkombëtare, se keni kapacitetin me sa shoh të paktën unë. Faleminderit shumë që keni qenë sot. Faleminderit. Faleminderit shumë.